Vlora vijon çdo ditë dhe më shumë të regjistrojë turistë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Një grup turistësh nga Irlanda me profesione të ndryshme kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë pushimi në Shqipëri dhe natyrisht pjesë të qëndrimit të tyre në vendin tonë kanë vendosur të kalojnë edhe në Vlorë. Sitet dhe objektet kulturore dhe fetare, por dhe zonat historike të qytetit përveç Bregdetit kanë qenë në agjendën e tyre gjatë vizitës në Vlorë. Duke ardhur nga një vend si Irlanda me klimë të ftohtë, ata janë shprehur të surprizuar nga ajo çfarë kanë gjetur në Shqipëri dhe në Vlorë. Duke vlerësuar mbi gjitha klimën, mikpritjen dhe padyshim ushqimin, turistët kanë theksuar se Vlora mbetet një vend ideal për të kaluar disa ditë pushimi. Duke e njohur vendin tonë vetëm nga ato që kishin para apo dëgjuar më herët, ata vendosën ta eksplorojnë nga afër, ndërsa përshtypjet kanë qenë padyshim pozitive. You're from Ireland. Jemi nga Irlanda. Ka një ndryshim shumë të madh referuar klimës që kemi gjetur këtu. Një vend ku të ofrohet shumë dhe dua të veçoj faktin se mikpritja është diçka që më ka surprizuar. Pastaj dua të theksoj se ushqimi është cilësor. Bio do të thosha. Really lovely country and some lovely buildings. Ireland. Yes? We're all together, yes. Kanë dëgjuar diçka më parë për Shqipërinë, përpara se të Did you vizitoni? heard something before about Albania? Well, we always were interested in finding out about Albania because it was not much in the news in Ireland and people hadn't visited here, for many years. So when it became available, we said, why not? It's to see the culture and meet the people. Well, my first impression is that the Albanian people themselves. Një vend që më ka surprizuar. Unë këtu jam për pushime dhe nuk di të them pse shumë shqiptar preferojnë të jetojnë në vendet tona. Flas thjesht për pushime dhe gjithçka këtu më ka pëlqyer. Është shumë bukur dhe e rekomandoj si një vend për të kaluar pushimet. Well, the thing is, we're all past working age. We're here for a holiday. We're not looking to earn money. Your impression for Albania? It's very nice, it's very good. It's a great country and the people are very friendly, and I've read about it down the years and that. The time of your Hoxha, story of Hoxha. We visited his house yesterday. Vlora mbetet kështu një nga destinacionet kryesore për turistët e huaj, ndërsa nga viti në vit zgjerohet numri i vizitorëve dhe i komsive të ndryshme, të cilët e cilësojnë Vlorën dhe Shqipërinë si një vend ideal për të kaluar pushim.